Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe dhe jetoj në një fshat të vogël ku çdo gjë duket e qetë nga jashtë, por brenda secilit prej nesh ka histori që nuk i tregon askush. Jeta ime ka qenë gjithmonë e ndërtuar mbi përgjegjësi. U martova e re si shumica e vajzave në fshat dhe që atëherë dita ime ka qenë një zinxhir detyrash që nuk mbarojnë kurrë. Shtëpia, fëmijët, toka, kafshët, çdo gjë kalon nga duart e mia. Burri im është njeri i mirë, nuk më ka munguar asnjë gjë në kuptimin material, por me kalimin e viteve mes nesh mbeti vetëm zakoni. Nuk flisni më si dikur, nuk qeshni më për gjëra të vogla, çdo gjë ishte kthyer në rutinë. Ndonjëherë ndihesha sikur isha bërë e padukshme. Jo sepse dikush më kishte bërë keq, por sepse askush nuk më shihte më si grua, vetëm si pjesë e shtëpisë. Në këtë jetë të njëtrajtshme kisha disa momente që më nxirrnin nga rutina. Një prej tyre ishte dita kur shkoja për të bluar grurin në Mulli. Mulliri ndodhej pak larg fshatit, pranë një rruge të vjetër që përdorej rrallë. Ishte një vend i qetë ku dëgjoj vetëm zhurma monotone e makinës që bluante grurin dhe ndonjëherë e lehtë që lëvizte gjethet. Aty punonte komshiu ynë, e njihja prej vitesh. Nuk ishte nga ata burra që flasin shumë, por gjithmonë përshëndeste me respekt dhe ishte i gatshëm për të ndihmuar këdo. Në fillim për mua ishte thjesht një njeri i zakonshëm, por me kalimin e kohës fillova të vërej diçka. Sa herë shkoja, ai më afrohej menjëherë për të më ndihmuar. Mos u lodhe, bëj unë, më thoshte duke marrë thesin nga duart e mia. Në fillim e mora si sjellje të mirë, por pastaj e fillova të ndjej që kishte diçka më shumë në mënyrën se si ai më shikonte. Ishte një shikim i qetë, por i gjatë. Një shikim që të bënte të ndaleshe për një moment. Një ditë, ndërsa po prisja të mbaronte bluarja, ula në një stol të vjetër pranë murit. Ai erdhi dhe ul pak më larg. Filluam të bisedonim. Në fillim për gjërat e zakonshme, për punët e fshatit, për motin, për korrat, por pastaj biseda ndryshoi. Ai më pyeti për veten time. Si e del çdo ditë? Më tha. Duket sikur nuk ndalon asnjëherë. I buzëqesha lehtë dhe i thash, kjo është jeta ime, dua s'dua, duhet bër. Më pa dhe ma ktheu, po ti ai je lumtur. Kjo pyetje më zuri ngushtë. Nuk isha mësuar që dikush të më pyeste për këtë. Për një moment nuk dija çfarë të thoja. Përgjigja nuk ishte e thjeshtë, që nga ajo ditë diçka ndryshoi mes nesh. Nuk ishte asgjë e hapur, asgjë që mund ta quajë gabim, por ishte një ndjesi që rritej çdo herë që e shihja. Një tension i heshtur, një kuptim pa fjalë. Fillova ta presa të ditë më shumë se zakonisht. Jo për mullirin, por për atë ndjenjë që nuk dija si ta përshkruaja. Një pasdite isha vetëm aty me të. Zhurma e mullirit mbushte hapësirën dhe askush tjetër nuk ishte përreth. Ai qëndroi në këmbë për pak, pastaj mua afrua. Kam kohë që dua të flas. Zemra më rau fort. E ndjeva që kjo nuk do të ishte një bisedë e zakonshme. E di që nuk është e drejtë, por nuk mund ta mbaj më për vete. Ti më pëlqen, prej kohësh, më tha. Fjalët e tij më lanë pa fjalë. Nuk ishte se nuk e kisha ndjerë dhe unë, por ta gjëja me zë ishte diçka krejt tjetër. Mendja më shkoi menjëherë tek familja, tek burri im, te gjithçka që kisha ndërtuar ndër vite, por në të njëjtën kohë nuk mund të mohoja që ato fjalë më prekën thellë. Ishte hera e parë pas shumë vitesh që dikush më shihte ndryshe. Më shihte si grua, jo vetëm si nën, si bashkëshorte apo si dikush që kujdesej për të tjerët, por si dikush që meriton të ndihet e dëshiruar dhe e vlerësuar. U largova atë ditë pa i dhënë përgjigje, por ajo bisedë më ndoqi për ditë të tëra. Në shtëpi gjithçka vazhdonte si zakonisht, por brenda meje diçka kishte ndryshuar. Fillova të mendoj më shumë për veten time.
për atë që ndjeja, për atë që kisha humbur pa e kuptuar, por gjithashtu edhe për atë që rrezikoja të humbisja nëse bëja një hap të gabuar. Ditët kalonin dhe unë ndihesha mes dy botëve. Njëra ishte jeta ime reale, tjetra ishte ajo ndjenjë që më dukej e ndaluar, por e vërtet. Një ditë tjetër shkova përsëri në mulli. Këtë herë dija që nuk mund të shtyja më përgjigjen. Ai më pa dhe nuk foli me njëherë, vetëm më përshëndeti, pati një heshtje të gjatë mes nesh, pastaj ai tha, nuk dua të vë në vështirësi, thjesht doja të isha i sinqert. Mora frymë thellë dhe ishte momenti për të vendosur. Edhe unë dua të jem e sinqert. Ajo që ndjej nuk është e thjesht, por jeta ime është ndërtuar mbi gjëra që nuk mund t'i shkatroj. E kuptoj, më tha ai. Nuk kishte zemërim në zërin e tij, vetëm një lloj pranimi. U largova nga mullirja atë ditë me një ndjenjë të rëndë, por edhe të pastër. Ndonjëherë tundimi nuk është të bësh diçka të gabuar, por të pranosh që mund ta bëje dhe të zgjedhësh të mos e bësh. Që nga ajo ditë vazhdoj jetën time si më parë, por nuk jam e njëjta. Tani e di që brenda meje ka ende ndjenja, dëshira, mendime që nuk janë zhdukur. Thjesht unë kam zgjedhur t'i mbaj nën kontroll. Jo çdo gjë që ne ndjejmë duhet të kthehet në veprim. Ndonjëherë forca më e madhe është të thuash jo, edhe kur zemra jote thot